ulem këtu apo diku tjetër? Nuk e di çfarë po ndodh me bizneset këto kohë. Disa kanë produkte fantastike, disa kanë shërbime fantastike, madje dhe disa kanë vite eksperiencë në treg. Por prap nuk po njihen mjaftueshëm. Dhe kjo është pjesa që më shqetëson, sepse ende ka njerëz që mendojnë që marketingu është thjesht postime në rrjetet sociale. Për këtë arsye ekziston specialisti. Sepse marketingu nuk është fat, është strategji, është kreativitet, është rezultat. Dhe kjo është diferenca midis një biznesi që thjesht ekziston dhe një biznesi që rritet. Mund të largohem unë tani se më duhet të ndihmoj disa biznese?